në ku shërben tani, ndërkohë dhe se ka qenë asnjëherë personi cili mund të ketë qenë shqetësues ai përket sigurisë kombëtare. Megjithatë, arsyeja pse i është dhënë Diogardit tani, që mund të bie që mund ta kemi në një flas kështu si procedurë. Çështja e Diogardit është diçka tjetër, është më shumë marketing dhe natyrisht që ai e ka merituar, e meriton gjithsesi, nuk ka diskutim për atë çështje, mirë po është për politika ditore, për marketing, për... Por nëse e lexon në fakt ka qartësisht Anita, për ta citojmë edhe drejt, pra formulimi ishte për... Është një pjesë, por është për interes të veçantë. Për interes të veçantë. Kështu jepet. Çfarë interes të veçantë, Jos? Interes të veçantë është ky grupi Tiranës, këto vitet e fundit, kanë qenë shumë aktiv, sidomos vetëvendosje, pozita në qeveri nuk kanë pas, por janë një farë para qeverie ku e kemi pa edhe gjithë këto skandalet e korupcionit që kanë dalë, që kanë fqene përfshime dhe jona e pikrisht që këj grupi Tiranës. Janë pikrisht këta njerës cilët i patën për zonë për i Kosovës, për shkak rreziku që është vlerësuar në atë kohë, pasi erdhën në qeveri Albin Kurti dhe vetëvendosja, si që përmend, ju është dhënë në shtetësia edhe këtyne tjerve, po mbefas, do më dhënë, është pak e çuditshme se si Albulena Haxhiu ka, nëse është e kundërlishme, si ka pranu ta... Jo, në fakt, a është e kundërlishme në Gjendresa, sepse unë edhe me zotëriun Haradina e fola, atër kur i është refuzuar, është bazuar në një raport të rekomandim të AKI-s, të Ministrisë të Punëve të Brendshme, dhe ka qenë më pas një procedurë që është kryer nga Zonja Osmani për faktin që kanë konstatuar 2 institucione para saj. Tani kanë ndryshuar raporti sigurisht nga këto 2 institucione. Po, nëse veç është kërku të dhëna nga Agjencia e Inteligjencës të Kosovës, nuk e di në këtë rast nëse është kërku, po kështu sa i përket pozitës zonjës Haxhiu, nuk ka kurfar problemi të bëj dekrete të tilla, edhe pse është ushtruese detyrës, ka fundi i mandatit, megjithatë nuk ka detyra të kufizuara për këtë pjesë, megjithatë nuk dihet nëse ka kërku interpretim ose ka kërku dhëna dhe informacione shtesë për këtë person. Në fakt, nga dekreti, në qoftë se bën me zvoglu, nga dekreti shifet se është ajo kërkesë e vitit 2022. E njëjta është. Do më thonë është e njëjta kërkesë dhe në qoftë se janë bë verifikimet njëherë, sepse për të marrë shtetësinë duhet bën verifikime nga AKI-ja. Sidomos në raste kur kemi dhënien të shtetësisë me interes të veçantë, atëherë për të njëjtën kërkesë, të njëjtit vit, vetëm nëse janë kërku të dhëna të reja nga AKI-ja dhe verifikimi i personalitetit të tij, dhe në qoftë se ai raport ka ndryshu, atëherë mund të themi që është në rregull, por në qoftë se nuk kemi raport të ri, dhe në qoftë se si mundet një person i cili deri dje ka qenë i rrezikshëm për sigurinë kombëtare dhe është dëbu nga Kosova, si e fiton tash... Nëse do t'ishte pazuar një kërkesë të re, do t'u dashtë me qenë atë e potencuar në kërkesën e re që ka po. Mirë po kjo si shihet bazohet në kërkesën e vitit 2022, e cila është refuzuar në bazë të natyrisht rekomandimin të rast të AKI-s dhe Ministrisë të Punëve. Dhe në fakt, kur një kërkesë refuzohet, ajo konsiderohet si çështje e mbyllur dhe duhet të bëhet një kërkesë e re dhe të zhvillohen procedura të reja, të bëhet verifikimi i atij personi, pra të gjitha ato procedurat që bëhen paraprakisht para se të jipet shtetësia, dhe në këtë rast neve na del që ne në fakt zonja Haxhiu ka dhënë një shtetësi në bazë të një kërkese e cila paraprakisht është refuzuar. Pra që në fakt i bie e jashtëligjshme. Sepse, thash, një kërkesë e cila është refuzuar, nuk mund të konsiderohet përsëri dhe nuk mund të mirret parasysh edhe një herë sepse konsiderohet si çështje e kryer e përfunduar. Ka pasur një përgjigje, ka pasur një Jehona, Bojkena Bazi u dërgu nga vetëvendosja në Shqipëri për të hap degën e lëvizjes atje dhe dështoi. Politikisht dështoi sepse shkoi në zgjedhje, nuk u votu absolutisht shumë pak. Por pa dashme të ngëllu konspiracioniste, por Bojkena Bazi, fakti që po e merr shtetësinë e Republikës Kosovës me kaq nguti
Ndoshta i duhet zotit Kurti për atë pikrisht atë kaosin që e përmenda